Një pasuri e paluajtshme në zonën e Saukut, Tiranë, me sipërfaqe 1500 m2 dhe e regjistruar si ullishte, është sekuestruar në kuadër të hetimeve ndaj ish-drejtoreshës së Akshit Mirlinda Karçanaj. Sipas të dhënave nga dosja e siguruar nga CNA, prona me numër 125/211 e regjistruar në ZK 3266, volumi 24, faqe 229, është përftuar fillimisht nga Genovefa Karçanaj, nëna e të hetuarës, përmes një kontrate shitblerjeje të datës 28 shtator 2020. Transaksioni, me vlerë 2.250.000 lekë të rinj, është realizuar në një zyrë notariale, ndërsa pagesa është parashikuar të kryhej përmes llogarisë së noteres. Më pas, kjo pasuri ka kaluar në pronësi të të hetuarës Mirlinda Karçanajt përmes çeljes së trashëgimisë ligjore. Kjo pasuri duhet të sekuestrohet pasi rezulton në të njëjtën mas, sikurse produktet e veprës penale të përftuara nga vepra penale e korrupsionit pasiv të të hetuarës Mirlinda Karçanaj, thuhet në dosjen e siguruar nga CNA. Autoritetet dyshojnë se kjo pasuri lidhet drejt për drejt me përfitime të paligjshme nga aktiviteti kriminal i korrupsionit për të cilin po hetohet Karçanaj. Për këtë arsye, është kërkuar vendosja e masës së sekuestros, duke konsideruar pronën si produkt të veprës penale. Hetimet vijojnë për të verifikuar burimin e plotë të pasurisë dhe lidhjen e saj me aktivitetin e dyshuar.